ishte shilet edhe kështu që nuk është se u bërëm shumë qull. Mabeli kishte çadër, është e siguruar, unë që si isha në çadër. Nëse sot kemi një video të re, edhe unë në fakt sapo bëra pazarin mishin që marr në përgjithësi, domethënë, kjo është një sasi që nuk është se është mujore, jo, se nuk mjafton, por që besoj se do zgjasjen pak. Do i tregoj se çfarë marr zakonisht. Tu kam marrë 1 kg mish të grirë, edhe i kam darë në gjysmë 550 gram, sepse është më mirë kur i ndan dhe të dish dhe masën që përdor. Zakonisht këto i përdor ose për një makaron ose për lasagna. Tu kam marrë një zog fshati edhe ma kam darë, por këtë do e rindaj përsëri, përdor të qeset e vogla, edhe do ndaj kofshat veç, gjoksin për sup veç, kockat veç, e tjera, domethënë. Varet se si do, në bazë të gatimit që do bëj. Këtu kam mish fileto viçi që kam marrë, edhe këtu janë kocka. Kam marrë kocka sepse do përgatis lëngun e kockave, dua që ta bëj të mabel dhe ta vendos në ngrirje, sepse dua që të filloj të bëj edhe supa të ndryshme. Ja, janë diçka e tillë. Shumë kockat. Edhe janë super për supat, për gjellërat ndryshme janë super. Ky është e mishi që kam marrë. Kam marrë edhe djath konispoli, është djathi më i mirë. Pastaj kemi vajtat e tregu, mora kastravet të vëndi, super, sallat vëndi, rukola vëndi, rukola vëndi, ja, shifeni. Edhe perimet të tjera që më duhen edhe për dietin që po bëj. Tani po rregulloj këto të gjitha, edhe shifemi më vonë. Këtu kam kocka, të cilat do të përgatis tani lëngun e kockave. Kam vendosur qep, dafin, kam vendosur uthull molle, dy luk, edhe karrot, edhe erza, edhe uthull e limon që të zbërthej kockat. Dhe tani do i lët këtu në te delimano të slow cook që të bëhet avash avash. Tani këtu kam lëngun e kockave që përgatita. Pasi mbaroj, la shtetor tek slow cook këtu në delimano. Edhe pasi përfundoj e kumova lëngun komplet, edhe ufto, edhe pastaj e kalova në frigorifer. Edhe ja ku e keni. Është komplet. Shifeni. Është si e ngrirë. Unë e lash e freskusja, tani do e kalojmë tek ngrirja. Në këto qeset porcione dhe do e përdor për çdo lloj gatimi që do bëj. Këtë yndyrën do e heq, sepse nuk është sa më pëlqen në fakt. Do thoni ju ç'është kjo luk që more me stamatin. Po e mora për më kollaj, për nuk bë kapuz. Me 2000 lek kocka, përgatitëm plot 1, 2, 3, 4, 5, 6 qese me lëngun e tyre. Erdhëm të del peka, sepse sot do bëjmë kam plot 2 vite pa i bërë, që nga shëtënia, i gjithënia, e gjitha më radhë. Edhe janë shfryrë totalisht që bëj shiflej. Kam një 2 orë që kam marrë në shtëpi, por si përfundim kisha lënë kamerën tek makina dhe tani sa futa te parkim për të marrë kamerën përsëri. Edhe do shkojmë që të bëjmë ndonjë shopping në një pazar, se nuk kemi bërë fare asnjë gjë, dhe kemi disa ditë në fakt. Po shqyri zoti kamioni në shtëpi edhe po e mban ai mabelin. U lodha, sa ngjita një malore. Marrë disa lule shumë të bukura. Edhe i ndaj në 2 vazot që kam. Kam një vazot të madhe, edhe një të vogël. Edhe gjithë më marrë nga këto, sepse duken shumë bukur kur i ndërlidh me këto jeshillet këtu. Kam marrë 3 karafila, ngjyre roz shumë bukur, edhe një trëndafil. Trëndafil do vendos se vaza e madhe. Kështu që të rregulloj këto, të rregulloj dhe gjërat që mora perime kam bërë, perime kam 2 letra. Edhe para se të zgjohet mabeli se është në gjungë. Po flas.
Po e vrojtoj këtej. Jam të tjerë si të përshifni. Si të është dita e dytë edhe që kam bërë buzët, edhe më rëndësirë pa kjo pjesë këtu se është diçka normale. Nuk ka asgjë për të shqetësuar, kështu edhe kur kam bërë herë tjetër më ka ndodhur. Por unë sot dua që të bëj të ngjoj vezët, se ne kemi bashkë këtë diele. Edhe sot është ditë e mirë sepse është e njëjtë. Por stamatina nuk e kaluar kurrë vezët. Turp është më thonë, po ja unë e them të vërtetë. I nxora nga frigoriferi, se më tha mami që duhet i ndjesh edhe t'i lësh që të marrë një temperaturë ambienti për të pakën çerekore. Edhe këtu do bëj 10 vezë, nuk do bëj më shumë, do përdor këtë bojën. Si fillim do t'i vendos për t'u zier. Më sugjeroj që kur t'i vendos në tenxhere, të vendos një tip feteksti poshtë brenda në tenxhere, dhe pastaj të vë vezët, edhe të hedh ujë aq sa për t'i mbuluar pak vezët, edhe t'i lënë në tek e mesmja, domethënë jo maksimumi që e ka 9, soba ime, unë do e vë diku tek 5-6 gradën. Mëngjesi, ne sapo dolëm të pim kafe. Edhe jemi mësuar pak vonë sot, se kemi parë Big Brotherin, edhe nuk është se kemi bërë shumë orë gjumë, po thjesht jemi mësuar vonë se kështu është mbarojnë orën 3, kështu që do të flini pak. Tani kam pim kafe, se po vërtet pim kafe. Sa po erdhëm, pim një kafe thjesht, edhe mora edhe një dy gjëra për shtëpi, një dy gjëra që ishin mungesë. Edhe sot janë pashkët që thoni juve, koha ishte shumë e bukur. Unë i festoj, por Joni nuk feston, sepse është musliman, por unë i festoj, jam dhe pasuar. Edhe nejse, unë jam në dietë tani dhe nuk është se mund ta mbështira dhe gjëra, se do e kisha ngrënë një bukë pashke me qejf, apo që kam shumë qejf atë. Nejse, edhe mora të gjëra që më duheshin, po ja tregoj dhe ju shpejt, mora prosciutto pule, mora mozzarella në ato që janë mini, mora kos ky greku që është me 0%, është super i shishëm. Mora 3 copë, ndërkohë kam puna bëjnë në gjumë dhe nuk po flë, është duke u rrotulluar sa ndesa këtej, sepse ka inshallah nuk po dëgjoj shumë aspiratori, se kam vënë ca perime për të zier. Po thoshja që kam mësuar të rrotullohet tani dhe sa herë për gjumë me kam një të rrotullohet dhe nuk fli gjumë. Domethënë është komplet e orientuar. Mora rëmë për shtëpi, mora këtë që kam përdorur gjithmonë, më pëlqen kjo e tezorit, është goxha e mirë dhe siç ju kam thënë në ndaj, një pjesë e hedh tek salloni, një pjesë e hedh ajo që kam në tualet. Për të dhëmbët mora markisin, e kam pas përdorur më përpara, më pëlqen, edhe thash ok për marr përsëri. Është e mirë. Çik më shtrin sallë tjetër, po është e mirë. Tash hajde. Mora këto për tualetin, aromatizues, se dje bëra gjithë punën dhe pash më kishin mbaruar, edhe ta vendos sot. Mora një ton, nuk e dija kisha ton, edhe mora kështu pak, më duket se kam. Po, pas kam. Mora një aromë roba shtemana, mora dhe një asaks për xhamat. Këto ishin pazari gjithë, mora dhe një 2 mollë jeshile, edhe qep që s'kisha në shtëpi, përse të tjerat i kam pakur. I kam në vetëm dhe nuk është se më duheshin. Gjithashtu mora pak salmon, se sot kam në menu salmon edhe perime. Mora salmon e bleva duke tek atë një tip restoranti që kemi këtu, që e përgatit. Më të mora të përgatit të tamam, zgaret. Edhe kështu, dita sot, në fakt punë të bëra që dje, edhe sot realisht dua të rritë shlodhen, se jam lodhur shumë dje. Nuk është se kanë mbaruar punë, se punës morën akoma, kam shumë lavatriçe që jam duke vënë, duke tharë, duke hekurosur, dhe vazhdon kjo gjë, se Joni ju thash ka qenë sulmuar me temperaturë dhe vetëm rrobat njerë që kanë ndruar gjatë gjithë kohës së djersitej dhe është mbushur plot me rroba. Por nuk e di po të na lë Mabelis, Mabeli sot është komplet, nuk e di se çka ka, vetëm grindet, shtrëngohet, qan me nerva, ndoshta se po ja dalin dhe dëmë se shoh që i kanë nuk është çarmishi, po i kanë kaluar sipër mbi atë stresën, edhe është shumë pak, i ndan shumë pak nga të dalurit. Edhe ndoshta është kjo
Kështu, tani po përgatis drekën, sepse ora po shko, do të thënë që ora është 2:38, 3. Kështu që mos më diçka për të ngrënë. Por neve sapo dolëm, edhe sot është një ditë shumë e bukur, me diell, edhe u bërëm gati, ma bëri në fakt do të flë gjumë, se është pa gjumë. Edhe, ja. Mami u bë gati. Kjo është gjendja e buzëve, sot dita e tretë i kam lyer, se janë tjerë pak, janë shumë natyrale. Ne dolëm, bërëm qita të shopping, bërëm pazar tek tregu, morëm disa përime dhe morëm sa gjëra fshati bio të mira, se më shumë për ato shkoj te tregu. Qik sallat, kastravece, këto bio, tomatet, sa të mira që janë. Edhe, ja, tani po ikem në shtëpi, do bëjmë diçka për të ngrënë, se kemi dhe babin pa qejf, është sëmur, do të bëjmë një supë. Edhe, po mendoja që sot i bëj një supë mabelit. Inshallah kam kohë që t'i bëj të gjitha. Morëm pakon që na ka ardhur një pako me gjërat që kam porositur nga Anglia. Ja, shumë vim pakot. Full. Kam porositur sa gjëra për vete dhe për Mabelin. Ndërkohë Mabeli është duke fjetur, këtu kam marrë bukë, këtu është plot me perime që kam marrë. Domethënë super full nga çdo drejtim. Ja dhe pazari me gjëra bio, kastravec bio, pepernjom, salata, të kemi speca, karota, edhe portokallat për shtrydhur. Nuk e keni dëmë, se sa më ka marrë malli që të hap feta me vezë. Shihni flokët e mia. Lava dush Mabelin, edhe kur lan dush Mabelin, është një tmerr, se përveç të bësh qull, edhe flokët e tua po si kape të shkojnë edhe të lahen bashkë me të. Lejnë që t'i shkull të gjitha, po ja situata. Tani po bëj fetat me vezë. Edhe një të ha feta me vezë në djatë. Më ka shumë dhe shumë keq. Nejse, unë të hakosin. Bukuria ka sakrifica, që të bëjmë? Mabelin e bëra dush edhe zuri gjumi direkt. Por ka filluar rrotullohet edhe jam duke ndjekur gjithë kohës këtu, sepse përfundon o kokë poshtë, o gjysmë e trupit nga krevati im, gjysma dhe më thënë një tmerr, po sa ta sigurojmë pas se do e heqim atë, do ja i sigurojmë krevatin, se ja kisha heq një pjesë, unë do ja vëmë dhe atë pjesën tjetër. Tani unë lava dhe sobën, që parja tani do bëhet këtu, që e hellin e sobën. Tër pika. Se shu do bëjmë fetat me vezë. Të më thënë jo ato, për çdo gjë që s'kuq. Po di pse më bëhet tër pika komplet, sa do që unë e ul presion, nuk është se e lë në maksimum që të thuash. Sa po lava pak fytyrën, ka duhet të bëj pak një scrub. Të përdor të scrubin, të cilin e gjeni direkt tek Sara, te Sara Estetik. Unë pasi bëj pastrimin, nga që më pëlqen aq shumë ai scrubi që përdor Sara, ndaj dhe e marr. Është vërtet shumë e mirë. Dhe është bimor, është me fruta. Në të kokrizat. Tani është bërë shumë me butë. Do e pasoj përsëri me këtë eksfoliantin e Paula's Choice. Duke qenë se është shumë i mirë. Edhe pse unë e lava, edhe e pastrova me scrub, ja shiheni që pra do t'nxjerrë në një gjë. Ja, një kash, shikoni.
Unë e mora të vogël që ta testoja, por do e marr pas të bardhë se ka goxha, do e marr të madh. Serumi. Skrabër buzët nuk bëra duke qenë se nuk duhet të bëj për momentin, zuat i ngasmoj fare në fakt. Sa tiki të shëron pak, tiki dhe kjo nxira. Edhe për 2 javë, tani për 10 ditë i bje pak a shumë. Do shkoj për sëri. Po të ju tregoj dhe juve si që do bëjmë. Nisë dhe hidratanti. Edhe ja. Ky është skin care im. Ja dhe fytyra. Tani është i skujtë pak nga skrapi. Edhe tani pëse se të shofim në një film. Të shofim se si do është film darkën, ma bilish në gjunë si që tash, kështu që të relaksojemi pak. Sa po mbaruam seancën e anticelulitit, edhe tani po shkojmë se në garë një porosin nga Temu, por qielli është super i vrentur dhe është gati për shi, kështu që të shpresojmë se nuk do na zë shiu derisa të arrijmë aty. Afër është, nuk është larg, por që një 10 minuta rrugë kemi vajtardhje. Të flas pak për seancat anticelulit. I kemi përfunduar, tani kam vetëm mirëmbajtje që do të thotë bëj një herë ose 2 herë në javë. Dhe kjo do të rallohet derisa të shkoj një herë në muaj. Dhe do i bëj përshefin tim, domethënë, sepse kam super shumë dyshim. Domethënë kur e kujtoj, e kam pat mishin, ishte bërë topa, se mos tek pjesa e kofshëve. Edhe tani është lëmuar, është zbutur, të shke dora kur ka pjesën e kofshës. Dhe jam shumë e kënaqur dhe nuk kam për t'i lënë më kurrë seancat anticelulit. Të paktën një herë në muaj do e bëj se s'bën. Le qa thonë që nuk të ikën e të tjera, s'është e vërtet fare. Në qoftë se bëhet një regjim i mirë, se unë normalisht edhe kam bajtur regjim të kohë, s'kam grënë patatira budallëgje, se jam dhe në dietë, por s'është edhe i konsumoj patatina atun. Se mëra telefoni edhe stopova video. Edhe po thosha që kam bajt edhe regjim, jam munduar që të pi dhe ujë, goxha. Edhe rezultati është super. Kështu që nëse keni dhe një problem, unë doja sugjeroja shumë që t'i bëni. Edhe ju siguroj që do ngeleni super të kënaqura. Një në rreth të parë do keni besim njerë tek vetja juaj që kur ecën dhe kur nuk vishni këto ngjyra, kur vishin këto ngjyrat e hapura, nuk duken ato gropat e celulitit, që unë kam pak shumë problem. Edhe nuk para vishje gjëra të hapura vetëm për këtë arsye. Por edhe qoftë tani që vjen plazhi, për të më tjerë sa më komode, sa më rehat me veten tuaj. E kështu, ne tani na erdhi një porosi tjetër, do marrim të porosin, se na mori tani në telefon kurieri, edhe do shkojmë që të marrim porosin e Temut. Shihni si erdhi shielli, le të shpresojmë se nuk do na zë shiu. Këndimi preferuar. Shkova këtu në farmaci edhe bleva qumësht për Mabelin, sepse kemi kaluar te Kendamil organik. Është më mirë në fakt organik, është bimor, është nga lopa të kontrolluara dhe ndaj sugjerohet si një qumësht më i pasur dhe më i mirë se qumshat e tjerë të Kendamilit. Por doja të thoshja këtë gjë. Jam habitur, ju betoha. Unë gjithmonë ju e dini që qumshin e marrë tek Market Hub nga Anglia. Por më mbaroi edhe nuk kisha qumësht. Dhe do më vite këtë javë më vjen porosia. Dhe shkova bleva në farmaci këta. E bleva plot 42.600 lek. Ndërkohë aty e marr 30.000 lek.
Tani si ka mundësi një lloj çmimi kaq i shtrenjtë këtu në Shqipëri? Po mirë, si nuk e di, realisht. Domethënë, një nën që nuk e ka në gjë bebin, mund të konsumoj 6 të tilla në muaj, okay? Dhe me këtë çmime që vën këta, këtu i bie s'ke as qumësh çfarë me i dhënë fëmijëve. S'ke çfarë t'japësh, se ti ikën rroga vetëm me qumshtin. Pa llogarit bebelina njërin tjetrën. Domethënë, të vëjnë një çmim 2 fish gati, sa çmimi që shitet në vendet e tjera, është jashtë shtetit shitet shumë herë më lirë. Shumë herë më lirë. Si ka mundësi? Se hajde dhe të fitosh 5 euro, ja maksimumi të fitosh 10 euro. Po të fitosh gati 30.000 lekë në një shishe është skandaloze. Nejse. Ndaj hapa tani kamerën se jam duke rregulluar kuzhinën, po doja u mbush atë me qumësh, do kujtova. Edhe realisht, kushdo që është i porosit që blen qumësht formul, ju super rekomandoj që të bleni në përfaqe. Unë gjithmonë do të sugjeroj market hub sepse e di çfarë cilësie të vjen këtu, se e përdor për fëmijën tim, por edhe nëse jo, nuk e di si i keni ju, gjithmonë më mirë bleni jashtë se sa në Shqipëri, sepse lenja që nuk ja dilet nga çmimi, por as nuk di çfarë merr, se ja kjo që ka marrë unë shumë, as nuk e ka fare atë shenjën këtu. Flamorin. Pse ka flamorin? Kurse, se po hedhën plera tani se është bosh, ja ku e ka flamorin. Nejse. Tani që të bëjmë nga halli, do e përdorim edhe këtë, se s'kemi për momentin. Kap një dhimbje koke nga që i kam mbajtur shumë të lidhura shumë fort flokët. Pak lëshuar tani, duhet të tregoj pak çfarë më ka ardhur. Kjo është vetëm një nga porosit, se unë kam bërë disa porosit e Temu. Tani, për të gjithë ndjekësit e rinj dhe të vjetër, më kishte shkruajtur një gos tek video e fundit të Temut që pse gënjen, ato nuk janë cilësore, andaj këtej përgjigja ime është kjo që unë porosis gjithmonë të Temu. Dhe realisht unë porosis, ja, tani që po flas, nuk është bashkëpunim. Kam bërë disa porosi. Vetëm ajo që unë bëj, patjetër që do ketë edhe produkte që ndoshta nuk janë cilësore, dhe ndoshta gocës po them unë, se nuk e di kush është, po që në fjalë mund t'i kenë rënë produkte jo të mira, por unë gjithmonë ju kam thënë, lexoni review-t dhe poshtë në fund fare cilësi, domethënë kur shkruan për çfarë cilësi është produkti, për shembull çfarë materiali është. Unë gjithmonë kur shoh këto të dyja jam okay, dhe shoh edhe sa shitje ka patur produkti. Ja, shumë kjo që ka marrë këtu është për Mabelusin, që i ka shumë qef këto kështu. Është një libër me kafshë ka marrur, shifini këtu. Edhe Mabeli ka shumë qeftësi, ja bën e kap tërkohës kështu. Edhe kjo i bën shumë mirë dhe për zhvillimin nervor, për sistemin nervor dhe për trurin që zhuma. Çfarë ka marrë tjetër? Ka marrë këtë kullafin e telefonit. Po zbulova në një kullafon, në fund si përdor hiç. Fiksuaj me ndonjë. Tani kjo do të prerë, më duket, s'po e hap dot. Okay, hapet kështu. Është kjo. Po pëlqeu sepse është kështu me këto 3 duar, mami, babi, bebi. Ndaj më pëlqeu. Atë realisht i mirë, ja ta provojmë tani. Se e bleva këtu para ca ditësh. I kam këto klofa telefoni, nuk e di, rroj shumë shpesh. Bënjërë dhe i lë për i kohë të gjatë, më thënë si vare si më kap për juve. Okay. Interesante, bukur, së më pëlqen si duket. Bukur. Që kemi këtu? Këtu janë, këtu janë si tip qesesh, të cilat i vendos tek rrota e karotës.
Edhe këto i lanë të sëri. Dhe sepse ngella duke larë rrotat e karrocës ma shpifon, edhe pse i lanë duken prapë zhull, thonë njerëzit i rrotë këta i që lajet vetë. Që është kjo karrota zhull? Shive si janë këto njerëz. Kjo është nga brenda, nga jashtë, janë 4 sot. 2 të mëdhaja, edhe 2 të vogla, por rrotat nga mbrapa, janë për çdo lloj karroce. Kjo është për telefonin, për të mbajtur telefonin, për të bërë video me telefon. Nuk e di, është me pult gjë? Apo jo? Nuk e mbajmë tani, do ta shoh. Kam vënë maberi në gjumë, po nuk fle, loz me kukullat të ty, me ato çka arusha, ato që varen aty, se kam ndjen hiç për të fjetur gjumë. Ja, këtu bën, çdo drek. Se ndark më ndryshe, zë po në drek. Si ha të kjo tani? Ose prish pa... Okej, që nga dhe për kështu telefonin edhe për... edhe vertikal, edhe horizontal. Vendos telefonin kështu. Se duhet të ngrihet, kam shtypjen. Po pra, që nga dhe... Ja, ngrihet kjo këtu. Okej, e zbulova. Atëherë. Vjet kështu. E përdorën gjatësinë që ti do, mund ta afrosh, mund ta zgjasësh. Këtu ka dritë. Po duhet ta karikoj unë tani, ka edhe pjesën ku karikohet këtu. Edhe është me pult, që ti për shembull e vendos aty dhe bën foto për së largu ose bën video për së largu. Shumë interesante është kjo. Më pëlqeu kjo. Kjo nuk e më sa ishte. Të shoh pak për kuriozitet sa lekë ka marrë. 4300 lekë njerëz. Shikoni. 4300 lekë. Këtu pa frikë një 15000 lekë njërë, është e sigurt që e merr 15000 lekë. Okej, kjo ishte... Edhe kemi një që nga ka ngell. Një? Jo, 2. Ka marrë të memory cardin për kamerën. Shpresoj që t'i bëja 2 thoshte që i bën çdo lloj memory cardi. Po pra dhe qenë ka fiksi kjo që kam bler këtu. Dhe këtu e kam bler 30000 lekë. Këtu çmimet janë çmenduri, ju betohem. Do ta gjej pak këtu tani sa lekë kam bler. Shikoni pak. 3700 lekë. 3700 lekë. A kuptoni se çfarë bëhet këtu? Është çudi e madhe. T'ju tregoj edhe produktin e fundit. Në të fundit janë çorape. Ju din që jam kurioze, duhet të eksploroj gjithçka. Që do të thotë unë blej çdo lloj produkti aty. Për të parë, cilësinë. Këto i mora pambuku. Ja, t'ju tregoj cilat janë. Edhe sa pa e ishin ursi, ishin shumë të lira më duket. Por kam bler 3 parë si këto. 84 lekë. O, ti koko, që po bën? Kam bler të bardha. Nuk e më sa. 100% koton i kam marrë, janë këto këtu. Që janë 100% koton. 84 lekë. Edhe që nga në vërtet material super. Shifuni. Ja, të tregoj shumë. Nuk është se janë të lira, por që janë koton, ndaj kanë këtë çmim. Se kishte edhe super të lira me shumë cop shumë lirë, po nuk i vesh do të ato nejlone që anë ato. Ndaj dhe mora këto. Tani duhet të hap këtu, jam shumë kurioze që të bënë përdorim memory cardin. Nëse këto gjërat kam marrë të temu. Ndërkohë mabeli nuk e di po dëgjohet këtu, po riri edhe ikën pipila edhe gricet aty. Ka vajtja dyerja kam vënë. Problemi madh me këtë pipilën kur fran gjumë. Në drek e ka këtë gjithmonë. Se gjithmonë heq los, e heq, edhe e mba në dorë dhe nuk e kupton që e ka në dorën e vet. Edhe qanë. Tani që po flasim, kam përdorur te kamera, kam vendosur memory cardin e ri. Ky është ai që kam bler unë këtu, Samsung. Ky është i pari, edhe ky është i riu dhe po funksionon super. 3000 lekë memory card. Ne që merrem paktën me video, me kështu gjërash, kemi produkte që mund të marrim me super çmim, qoftë për kamerën, qoftë për telefon. Jam super e lodhur, kjo koha sot është prapë si për shi, nuk e di pse kjo javë e gjithë e ka dhënë për shi.
Edhe dua që të editoj këtë video që ta hedh kismet nesër. Dua që sot mbasditë të merrem me këtë pjesë, se këto ditë jam marrë me punë në shtëpi, kam larë, kam fshirë, kam pastru. Dhe si që kam thënë, asnjëherë nuk mbarojnë. Ja, që parë nxorra lavatriçën tjetër me rrobat e Mabelit, duhen hekuroz dhe ato prap. Domethënë sa mbaron një, vjen një tjetër. Do thoni ju this is life. Kjo është jeta. Ç'a të bëjmë? Jam. La pastro, duhet të laj edhe veten time sot. Tjetër opsion, duhet të laj dhe Mabelin sot. Se i laj një ditë po një ditë jo. Kemi edhe ditën që duhet të laj Mabelin. Edhe kështu. Këto tani do mbledh të rumurin që kam bërë. Edhe do bëj edhe supën e bërë që i parë kur erdha, do bëj edhe një sallat, edhe do konsumoj drekën. Do bëj dhe një kafe që do më hapen supën mbrapa, edhe do filloj pak me pjesën e editimit, sepse kam filmuar dhe me telefon edhe me kamera dhe është bërë një lëmsh këtu. Duhet i kaloj sa ndaj sa aktiv, duhet i hedh në kompjuter, duhet editoj. Okej. Kështu që ne bashkë do të shifemi tek video e radhës, po të gjejmë Abelin tani që është duke më thirrur. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer kjo video, jam menduar që të filmoj sa më shumë, që do thotë gjëra të ndryshme. Jo thjesht të dal para kamerës dhe të flas, sepse e di që kjo ndonjëherë është e lodhshme për disa prej jush, e di që nuk është se e pëlqeni ndonjëherë shumë, por jam pak më e kufizuar tani, nuk kam atë hapësirën që kam patur më përpara që të dal shpesh, të shkoj jo nga tegu, jo në vende të tjera për të filmuar. Nuk e kam këtë opsionin tani. Më shumë ri këtu në lagje, jo që mbaroj ndonjë punë, jo çdo gjë shpejt e shpejt, ka raste që shkon mendja fare për filmim sepse jo do i doj Mabeli për të pirë, jo do doj për të nduar, jo është duke qarë, jo s'do të rinë karrot, domethënë ata që janë nëna e kuptojnë. Pjesa tjetër që nuk janë bërë ende me fëmijë, nuk e kuptojnë, mërziten me këto filmimet e mia, por nuk kam çfarë të bëj. Kaq hapësirë kam, edhe kaq mundojmë që ta shfrytëzoj. Kështu që, siç e thash, besoj se te video tjetër do vëmë të shohim edhe procesin e buzëve, si na ka ardhur pjesa e buzëve. Ja, këtu janë 3 ditë, i kam bërë shumë natyrale, ju thash. Çdo gjë është mirë, kjo e zeza që ka patur këtu është duke u zbehur, por unë prapë do t'ju tregoj te video e radhës gjithë procesin tjetër, çfarë do të bëjmë në vazhdim dhe si do të shkoj pjesa e buzëve, për gjithë njerëzit që janë të interesuar. Shihemi tek video e radhës. Ju puç fort të gjithave.